Tani vazhdoj me një moment tjetër në program se ka dalë në takim jashtë studios Bujari me Anxhelën. Ka qenë takimi i parë i Anxhelës me Bujarin. Anxhela, çfarë zgjedhje rrezikshme që mund të heqë një herë për gjithmonë besimin tek burrat ose të bëj të dashurohesh çmendurisht pas Bujarit që ende nuk ja ka dalë të bëj asnjërin të marroset pas ti. A do të jetë Anxhela Fatlumja? Këtë nuk e dim, por jam shumë kurioze të shoh pjesën e parë të takimit. E prisja një dhuratë? Jo, në fakt. Një prurje. Jo, në fakt nuk e prisja fare një dhuratë kështu. Se prisja që të bëshim takimin parë me një kopsh zoologjik. Më pëlqej shumë si gjë. Do shikojmë gjithë llojet e kafshëve dhe do t'i vëmë ndonjë emër nga ato konkurrentëve. Në çdo kafshë do ketë emrin e një konkurrenti në përputhje. Jo. Çiçja mi çu? Po, çiçja. Vura re kur erdhe që kishin një buzëqeshje, një shikim shumë rrezatos. Faleminderit. Po na turpron Bujar. Jo. Edhe vërtet mezi prisja të më zgjidhje mua. Se prisja një ardhje të re edhe normalisht si ai tip që jam unë. Në fakt, si thash, ma ke dhënë një ndjesi, një shikim që më ka bëj një efekt të çuditshëm, sikur të njoh nga kohë. Vërtet? E ndjen vërtet të gjë? Vërtet e ndjen. Po nuk e di tani se unë nuk të njoh. Edhe më duhet kohë për të njohtë. Po do të pëlqente më shumë jeta në Shqipëri apo në Itali? Sinqerisht më ka pëlqyer për herë të rinj në Shqipëri, të hap biznesin tim në Shqipëri. Po në part ekonomike në Shqipëri për momentin nuk është shumë e duhur, dhe më pëlqen të... Pasioni, hobi jot, cilat janë? Më pëlqen të kërcej, shumë. Më pëlqen edhe kërcimet turke. Do ta bëjmë kërcim bashkë. Këtu? Jo, këtu jo, do ta përgatisim me kalimin e kohës. Se normalisht të bësh një kërcim turke. Se ti di me kërcim? Po mu më pëlqejnë muzikët turke, ti kërcej. Po. Pëlqejnë se të pëlqejnë, nuk pëlqejnë se të pëlqejnë. Po, pëlqejnë më pëlqejnë vërtet. Po, më pëlqejnë dhe filmat turke. Çiçja mi Bujar. Çiçja. Më pëlqen edhe të këndoj. Nuk di të këndoj si e kremi. Di na gjë të vogël, pëlqet të këndoj kështu, po do të bëj një kursë për të mësuar që të këndoj, do të bëj edhe këngën time, se i shpreh ndjenjat e mia më mirë se në për filmat. Edhe kështu. Shpresoj që ti shprehesh ndjenjat me muzikë, do bëj një këngë për mua pastaj. Do ta bëj një këngë për ty. Po, që ta bëj një këngë për ty, Bujar. Ke rrugën, do ta bësh rrugën shumë gjatë. Po. Okej, do ta shikojmë gjatë kohës që do jena në përputhje, takimet në vazhdim. Ti më ke shkruajt në për mesazhe se të pëlqesh shumë si vajzë, do të kesh një lidhje me mua. Po. Po, për këtë pjesë më besoj se duhet mos nxitohemi shumë shpejt, se çdo herë që kam nxitu gjërat kanë shku për herë keqe, dhe sinqerisht nuk dua ta fillojmë gjithë një gjë të bukur që në fillim edhe pastaj përfundoj keq sinqerisht, se vërtet si që më gjanë shumë i mirë. Dakor, faleminderit. Dakor, jam dhënë se duke parë që edhe unë kam nxituar shumë me gjërat që kam bërë. E parë se si shkoj roli situata, duke u nxituar shumë shpejt me gjërat, po mendoj që ti marrë gjërat më mirë, më shtruar, edhe pse jo, të ndodhi diçka e bukur në fund. Ne për këtë jemi në përputhje. Anxhela, si fillim, komplimentet e mia se je shumë solare, edhe në kamera duke shumë bukur. Faleminderit. Nuk e di nëse jam gabim, po mu duk sikur ishe veçanërisht e emocionuar në takim me Bujarin. Po, se ishte takimi i parë edhe më dha një lloj emocioni të bukur, pastaj më kishte çuar në kopsh zoologjike. Edhe herën e fundit që shkova me mamin, ka qenë 2 vjeçe,
Edhe unë kam bo që të ndihëm atë efemerin mrena, që të kujtoj atë efemerin kur ishe vogël. Po, edhe i falenderojmë shumë për gatishmërinë që të regjistronim takimin tonë të Kopshti Zoologjik. Më thuaj pak, Angela, pritshmëritë dhe realiteti bujare. Po, unë për video kam pa një pjesë të keqe, kur ka dalë me Marcelën, nuk më kam pëlqyer ca gjëra, kam pa si tipi që kështu mendje madhe, po me mund takim që me mu personalisht u ka sjell për herë shumë mirë, është i sjellshëm, i buzëqeshur, i dashur, tani nuk e di, do ta shikoj me kohën këtë, po më duket se përshtatemi shumë. Dhe nëse e thua ti këtë, Angela, se ti je shumë e qartë në atë që kërkon në marrëdhënien tënde. Jam shumë e qartë se kam do shumë dashuri, kam marrë edhe shumë dashuri edhe prapë edhe se kam frikë të lëndohem, prapë e kam atë gjë që e di që është një person që më përket. Sa e bukur. O me di kush puna që unë i kam parë këta të dy gjatë gjithë kohës sot të xhirimeve. Mua më duket sikur këta kishin ja 10 vite që njiheshin me njëri tjetrin. Një afrimitet, një flirtim, një komunikim, një ndjesi që më bëri me të vërtet përshtypje dhe kur isha aty në mes të vendit dritit se kuptoja më shifte mua apo bujarin. Shikohen gjatë gjithë kohës. Po shikonte bujarin. Shikohen gjatë gjithë kohës. Domethënë është shumë e çuditshme kjo gjë, por kaq pak sa kanë që njihen. Po unë mendoj që Angela ka ardhur, domethënë, e rënd brenda me bujarin. E rënda kam ajo se nuk e njoh mirë bujarin. Gjysëm kështu çik. Një këmbë ke brenda, një jashtë. Nuk e di si ta mbaj. Ti. Se po ma lëndon gocën. Jo, se më pëlqen, më duket shumë solar, shumë naive në këtë ndjesinë që ka për kam frikë se mos po e nuhat dhe bujari këtë naivitet. Do përfitoj. Ai gjahtari vjetër. Se bujari, me sa duket, është shumë i vëmendshëm, çuditërisht në bisedat që ka bërë me Angelën në prapasken, dhe kishte kapur një detaj, siç është Angela, që i do shumë kafshët. Po jam e ëmbël, jam e mirë, po kam edhe karakterin tim fort kur gjërat nuk më shkojnë. Je dhe pak e gërsirë. Po, ja them. Normal. Edhe ai kam karakterin tim kur gjërat nuk më shkojnë, i them kam. Po? E ke ndier këtë të këto bisedat e vogla që keni bërë prapasken? Po, ka karakter të fortë edhe do jeti çike vështirë. Edhe kemi lënë që ti marrim gjërat më avash. E mendon vërtet që do jetë vështirë? Po, do jetë vështirë. Po se më thua një moment që the si ha qeni shkopin Angelës. Nuk po si se di, duhet ta zbuloj më shumë, është për të zbuluar më shumë. Po si për shembull ai në fillim ti donte çik gjërat për me shpejtësi, po unë ja thash me gjërat e mu o avash, se s'ka ashtu. Ashtu ja thash me. Do me shpejtësi gjërat ai, e kemi vënë re këtë gjë. Jo, pastaj ai e bën që të reflektonte dhe kuptoi se duhet t'i bëj ngadalë. Se unë jam që kam vujtur, e di atë që dua edhe du veprime, dal ngadalë, edhe nuk dua të lëndom, duhet jem e sigur që t'jetë vërtet njeriu duhur për mu, po ja thash edhe qartë që po kam qef me dal në takinë edhe për të njohur çuna të tjerë, do dalë, se për momentin është imi preferuar si karakter, se çunat janë gjithë bukur. Edhe kaq. Angela, po ti ndërkohë i dërgon dhe ca sinjale mikse bujarit. Se ka vetëm avash dhe avash, po ndërkohë shikimi i bujarit ndihet shumë familjar, sikur ke një jetë që e nje. Po, kjo është e vërtet, po. Pse? Si ka mundësi ky? Shikimi i parë ka qenë kur isha poshtë. Ke bari, ke kafja. Te bari, po. Ishte poshtë me rindin. Edhe unë ishe mbuluar kështu me fustanin ashtu, edhe kur hyni bujari nuk ma hoqi shikimin, që rinte kështu edhe unë e hiqa atë shikimin se thoja mos tani dem. E hoqja ti shikimin. E forta ishte se ishte rindi aty dhe unë shikoj sy dhe boj për dalë kthej mbrapsht, më thot rindit, qa ke? I edhe dhe jeri shikime dhe iki. Është e vërtet? Po, edhe thoja, unë isha në telefon me mamin, edhe thoja, kam pa bujarin që e ka më i mirë në live. Se sa në video. Po mami? Mami thënë, po hami mam, qa avash është. Se mami në kam një qik. I pëlqen bujari, apo? Po, i pëlqen, po mami thot për herë, nga që mjef më thot të rri me kom të në tokë, përdor trunin, edhe e rëndësishma për mamin tim që unë mos
mos lëndohem, do një shumë që të më respektoj, të më trajtoj mirë. Kaq. Kishe një pasion ti, Angela, pak të çuditshëm, ose më saktë shumë specifik, siç është të kërcesh, por jo vetëm, por këngë turke. Pra, ty të pëlqen të vallëzosh me këngë turke. Po vetëm... Prit. Po mirë nga regjia, nga ke një këngë turke. Le turqisht? Jo, dica fjalën turqisht, po kërcimet turke do që kam pa unë, më shumë janë me qiftëm. Doshim ta kishim përgatit unë me bujarin një ditë. Si ishte kjo? Me krem. Qift. Me krem. Qift? Besoj që e ka këtë pasion Angela, se sa doli kënga nga regjia ti bujar më zhgënjeve me performancën. Sa dëgjoj këngën Angela, e besupe. Pash, vurare. Po këtë kombinimin e kështë bërë me fjalë? Si ishte, Angela, ma bëti njërë supin? Po, me fjalë e kishim bërë. Është vërtet, po me fjalë. E vërtet që shumë, Angela. E kam bërë me fjalë, se shko, nuk e vurare që janë veshur të dy me kafe, dhe i pyeta e keni bërë me fjalë, po, e pas kam bërë me fjalë, kanë arritur në këtë pikë. Keni kombinuar veshjen? Jo, se kemi kombinu, po ajmë pak shu, pas të i tha, po të shof, po të kem na i gjo unë Kafe? gjo si ty edhe... Ku e pa e? Po më e pa kur u vesha. Në pra pasken, sot? Po. Okej. Po, nuk e kemi vendosur. Se nuk e dinte si do visha. Po e kemi thonë që do bëjmë një kërcim tjetër turke, kur ta mësoj mirë. Që ta mësoni mirë, okej. Nuk ditë kërcej mirë këto turke, po do mësoj. Do mësosh. Po brumin e ke bujar. Valle di më mirë se sa të. Valle se këto kështu. Vallet, po. Vallet po më pëlqen shumë. Në përgjithësi kërcimet më pëlqen shumë. Ndërkohë Angela, i ke thënë bujarit që nuk duhet të nxitohet me ty. Po. Tani, e the këtë dhe më parë, e përsërita avash dhe s'ka rrugë tjetër. Më the pak për bisedën me mamin, dhe bujari është një djali prapt që ne kemi në studio, dhe unë duhet të bie dakord me ty që bujarit duhet ja caktosh kufit, duhet i thuash bujar, mos u nxito me mua, sepse vim nga një takim që ai ka bërë me Marsielën, kur u zhvesh në kuptimin e plotë të fjalës dhe e dëgjuam që ka në këtë fazë të jetës së tij ka qëllime që mbase nuk përkojnë me të tuat. Fakte, po që është ti qik fort, është ngele edhe qik qefi shumë shpejtë. Si për shembull po ti them jo, i bëjmë gjërat nga dal, po ai thot po mu pëlqen si gocë, je serioze, je thjesht, kështu fiksim pëlqen muve, po prap për mu këto janë për herë lafe, çdo herë që kam nxituar gjërat, pastaj kam përfunduar keq. Dhe kështu që nuk duhet ta ripërsëris këtë gjëra, dua ti njoft shkojnë gjëra siç vijnë, jo shpejt ka ndej këtej. Edhe për bujarin, sa herë që i kanë nxituar gjërat keq i kanë vajtur. Po sa ashtu pas ka zënë mend me sa duket. Da ndryshoj, da marr avash. Po se ti po i thuash, ai po thotë që më thot bujari shpejt e nxitojmë gjërat prap. Bujori ne kemi kameleone. Një gjë që ndoshta jam nxituar, po nga një anë kuptoj se ndoshta emocionet janë të mëdha, po shtatemi shumë edhe nga një anë kuptoj, po. Po çfarë do doje të nxitoje në marrëdhënie me Angelën?
Po i gjë do të nxitoj Nxitojmë se s'da propozoj për martesë, po. Po pra po. Çan nxitimin. Jo se bën, ti nuk e bën atë, Se jo. bën mo, iku herë ajo. Se bën përgjithësi nuk e bën. Bujari për në një drejtim nxitohet bujari. Bravo, Bujar, mos harrojmë që Jo, një drejtim thot. Jo, nuk mos është ajo. harrojmë se herën e fundit kur doli në takim me mua, më ke përmendur bashkëtesën e je pak e nxituar këtu. Deri diku, jo. Tani do t'i Jo, përnosh je. çik defekt. Po do t'i rregulloj. Që uroj që të keni gjetur njëri tjetrin realisht edhe ti merrni gjërat avash ta shihoni njëri tjetrin, jo ti nxitoni të mendoni, futni në kokën tuaj gjëra që mund bëhen më vonë.